Në fakt ka 22 vite që jam në media, që nga mosha 16 vjeçare. Edhe ndoshta në fillim nuk kom ditë me rujt këtë vlerë, po ndoshta ajo mbikëqyrja që kom pas nga familja, mos kështu, mos ashtu, jam fëmijë i parë në familje edhe fëmijë i dëgjueshëm, kogja shumë. Prej shkollës, domethënë prej fëmijë, më ka përcjell ajo që edhe sot kur shkoj te familja jeme, jam jashtëzakonisht e dëgjueshme edhe një kohë po du me thonë ka qenë mbrapa familja, pikërisht babai i cili m'është përzi në çdo detaj, më ka tregu çka duhet, edhe si duhet, sepse nuk ka qenë e lehtë që një vajzë të futet në botën e televizionit edhe të mos ketë kujdes një farë forme. Ma të but, po e them kështu, edhe unë ju mundu gjithmonë me pas kujdes në atë që ka afroj, në atë që ka e servoj për publikun, sepse kur edukohesh edhe në një edukat fetare, ti e ndjen si përgjegjësi se çka po jep. Nëse unë jam ftyrë publike, atëherë përgjegjësitë e mia janë shumë më të mëdha sesa një tjetër person, për shembull, i cili nuk ka kontakt ndoshta në ditë më shumë se sa me familjarët e ngushtë vet. Ndryshe i marr unë përgjegjësitë e mia, ndryshe do të përgjigjemi. Edhe kjo më ka bo me vazhdu një vit drejt, asnjëherë nuk kam pas ramje ose ngritje më të mëdha. Jo mundu her pas here me ofru vetëm vlera. Ka raste që duhet me përjashtime, po prap se prap, edhe nëse kom ftu njerëz të cilët ndoshta nuk kanë qenë tjetërku në intervista të tjera ashtë mirë të unë, kanë dalë shumë të mirë. Kështu që unë gjithmonë jam mundu me nxjerr anën e mirë të njerëzve edhe kom parime. Nëse nuk ke parime, atëherë nuk të respekton askush, unë menoj. Edhe për shkak të parimeve, unë gjithmonë kam pasur mirë kuptim, dashamirësi në çdo medium ku kom shku, edhe në çdo të ftuar që e kom pas në emision. Menoj që kjo është me bazë, me temel, prej lindjes, sesa që krijohet, ndoshta edhe krijohet, njerëzit dojnë me konë të mirë dhe munden me u bot mirë, tamam puna jashtë asaj se gjithmonë tu pas rezerva mos po keq kuptosh, po është e natyrshme. Prandaj jam e lirë, jam e natyrshme sepse është normale për mua, është lifestyle, është jeta jam. Kjo. A është e vështirë me majt vlera sot në media? Nuk është e vështirë, është e vështirë, ndoshta deri një pikë, mvaret se çka prek. Mvaret se nuk është vetëm Kosovë, është në mbar botën kjo. Edhe mvaret, menoj që vlerat me daljen e digitalizimit nuk munden me qenë atë shumë, ne duhet me umbrojt ma shumë, se sa që ka vlera, sepse të gjithë janë të lirë me postu edhe me dalë në intervista vetanake në rrjetet sociale dhe njerëzit ndikohen. Dikush e këshyr një kuzhinjer që i pëlqen, që jep ide ndoshta me ushqime jo dhe ashtë mira dhe jo aq shëndetshme, në anën tjetër kiti dikush një nutriciste që ndoshta nuk likohet edhe aq shumë, po mënej është shumë globale kjo, edhe është e vështirë, po në anën tjetër jo edhe aq e vështirë. Servo thjesht atë që ti e ndjen, edhe atë që duhet, edhe nëse nuk likohet ti përgjegjësitë tua i ke kry.